Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, nëse vuani nga artriti, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto 5 ushqime. Ushqimet që hani kanë një rol shumë të fortë në përkeqësimin ose përmirësimin e simptomave të sëmundjeve të caktuara. I tillë është edhe rasti i artritit, simptomat e të cilit ndikohen fort nga disa ushqime të ndryshme. Produktet e bulmetit, proteinat të cilat gjenden tek produktet e bulmetit, kanë tendencën që të përkeqësojnë simptomat e artritit dhe të reumatizmës. Sipas të dhënave, njerëzit të cilët vuajnë nga këto sëmundje kanë zakonisht një tolerancë të ulët ndaj qumshtit. Megjithatë, njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj këtij ushqimi. Një studim i vitit 2015 zbuloi se qumshti zbut dhimbje të gjurit tek gratë e prekura nga osteoartriti, ndërsa djathi i përkeqëson ato. Tregoni vëmendje ndaj ushqimit që keni ngrënë kur vëreni shtim të dhimbjeve të reumatizmës. Të skuqurat. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara gjithashtu e nxisin për hapjen e inflamacionit në organizëm. Kjo ndodh për shkak të yndyrave të ngopura të cilat duhen zëvendësuar me ato të pangopura, siç është vaji i ullirit. Sheqeri. Sheqeri ka gjithashtu aftësi të përhapjes dhe shpërndarjen e inflamacionit në organizëm. Ekspertët paralajmërojnë në rastin e artritit dhe jo vetëm, rritja e mukozës shton simptomat e dhimbshme të sëmundjeve. Mishi, kaloritë dhe yndyrat tek mishi shtojnë inflamacionin në organizëm. Skuqja në temperatura të larta shkakton toksina të cilat dëmtojnë proteinat në trup dhe në fakt inflamacioni jashtë kontrollit i përkeqëson akoma dhe më shumë simptomat e artritit. Mielli i bardhë. Mielli i bardhë, orizi i bardhë, patatet dhe buka dhe karbohidratet e përpunuara në përgjithësi janë të dëmshme për njerëzit të cilët vuajnë nga artriti. Ekspertët thonë se në vend të tyre ju duhet që të konsumoni drithra të plota të cilat nuk transformohen në sheqer sapo futen në organizëm. Kafeja. Kafeja ka një rol ndikues të fortë tek reumatizma dhe tek artriti. Ndërkohë, është një nga pijet që sipas studimeve duhet shmangur me dorë mos ose të paktën të konsumoni një filxhan në ditë. Nëse vëreni se kafja ju nxit të dhimbjet, ekspertët thonë se në vend të kafes ju mundet që të konsumoni çajra të pasur me antioksidant. Alkooli. Alkooli është një pije e cila shkakton inflamacion dhe në fakt përdorimi i tij rrit edhe prodhimin e substancave inflamatore në trup. Nga ana tjetër, ekspertët rekomandojnë pirjen e një gote me pije alkolike në ditë për femrat dhe 2 për burrat. Ndërkohë, sipas ekspertëve, kockat tuaja duhet të jenë shumë të forta dhe të shëndetshme, por disa gjëra nuk janë të mira për to. A është shëndeti i kockave tuaja në rrezik për shkak të këtyre gjërave? Këtu ju do të mësoni të gjitha këshillat dhe ne ju sugjerojmë që t'i ndani ato edhe me miqtë tuaj. Shumë krip. Sa më shumë krip që ju të konsumoni, aq më shumë trupi juaj dhe organizmi do të humbas kalcium. Pra, humb substancën më jetësore për sistemin tuaj kockor. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ushqimet si për shembull buka, djathi, patetinat dhe produktet si salam apo salcice janë më pak të pasurat me krip. Nuk ka nevojë ta eliminoni kripën tërësisht, por të synoni më pak se 2.3 gram krip në ditë.
shumë kohë në mjedise të mbyllura. Ndoshta ju duhet të dilni dhe të ecni më shumë. Trupi e përthith vitaminën D në rrezet e diellit. Vetëm 10 deri në 15 minuta disa herë në javë janë të mjaftueshme. Mosha juaj, ngjyra e lëkurës, koha e vitit dhe vendi ku jetoni mund ta bëjnë më të vështirë marrjen e vitaminës D. Shtoni drithra, lëngje, agrume, fruta, drithra, bajame, oriz dhe gjithashtu produkte të tjera me bazë bimore në ushqimin tuaj. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se ju do të keni më shumë nevojë për vitaminën D. Shumë alkool. Kur jeni me shok, një dollim më shumë mund të tingëllojë gjithashtu si një argëtim i mirë, por gjithashtu për të shmangur dëmtimin e kockave ju duhet që të kufizoni sasinë e alkoolit që ju pini. Nuk këshillohet më shumë se 1 pije në ditë për gratë dhe 2 për meshkujt. Alkooli gjithashtu arrin që të ndërhyjë me mënyrën se si trupi juaj e përthith kalciumin. Pijet e gazuara. Shumë pije të gazuara me esencë arrin që të dëmtojnë kockat tuaja. Disa studime e kanë lidhur dëmtimin e kockave me sasinë e kafeinës dhe të fosforit në këto pije. Ekspertët gjithashtu tregojnë se dëmi vjen kur ju vendosni të pini diçka të gazuar në vend të qumshtit ose pijeve të tjera të cilat përmbajnë kalcium. Shumë gota me kafe ose çaj të zi vjedhin kalciumin nga kockat tuaja. Pirja e duhanit po ashtu arrin që të dëmtojë kockat. Kur ju thithni vazhdimisht tymin e cigareve, trupi juaj mundet që të krijojë qeliza të reja të kockave, të cilat janë edhe të shëndetshme dhe treten me lehtësi. Sa më gjatë që ju të pini duhan, aq më shumë do t'i rëndoni kockat tuaja. Duhan pirësit kanë një shans më të madh të thyerjes së kockave. Studimet tregojnë gjithashtu se tek duhan pirësit ngjitja e kockave merr më shumë kohë për të shëruar. Disa ilaçe rrezikojnë kockat. Disa ilaçe po ashtu veçanërisht nëse ju duhet i merrni për një kohë të gjatë munden që të kenë një ndikim negativ në kockat tuaja. Kur jeni nën peshë, një peshë e vogël e trupit me një indeks mase BMI prej 18.5 ose më pak do të thotë një shans më i madh i thyerjes së humbjes së kockave. Në qoftë se ju jeni nën peshë, atëherë ju duhet që të bëni ushtrime për shtimin e masës trupore. Pyesni më parë mjekun tuaj në qoftë se ju do të keni nevojë për më shumë kalcium në ushqimin që ju konsumoni. Gjithmonë tregoni të vëmendshëm që të përdorni dhe receta të mjekësisë alternative të cilat shërojnë gjunjët dhe forcojnë kockat. Dhimbjet e kockave dhe kyçeve nuk janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ata të cilët tashmë e kanë përjetuar ndjesinë e asaj dhimbje e dinë pak a shumë se kjo është një makth. Në disa raste njerëzit nuk janë në gjendje as të ecin dhe as të ulen. Prandaj, për t'u ardhur në ndihmë, po ju tregojmë këtë recetë, ku do t'ju duhet gjysmë filxhani vaj ulliri i ngrohtë, një copë e vogël xhenxhefil, 2 lugë gjelle piperi kuq. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit bashkë dhe më pas konsumojeni. Ju bëf të mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.